tjetër përpara se të punoj në shtet. Ta thash kam punuar për ambasadë. Po nuk ka. Po prap nga ambasada. Ka gabime patjetër, çdo kush bën gabime. Kush është një gabim që ti mendon që Kush një gabim që unë mendoj që çfarë? Që ka bërë Edi Rama pra. Deri tani nuk e di. Gabimi kryesor i Edi Ramës është që ka vënë njerëz të korruptuar në qeveri. Ti po një loj fjalësh. Po fare loj fjalësh, nuk është loj fjalësh, jo. Ti po thua që Edi Rama ka gabimet e veta, por deri tani unë nuk di çfarë gabimi ka bërë. Edi Rama ka gabimet e veta. Ja se do dalim edhe te Sali Berisha. Nuk po flasim për gabime njerëzore. Po pra si kryeministër, ai prap nuk e ndan dot kryeministër njëri kryetar partie është i pagabueshëm apo jo? Jo, pra gabon, gjithë gabojnë. Si kryeministër për këtë vend, për Shqipërinë, deri tani. Po patjetër mund të ketë bërë edhe gjëra të gabuara. Çfarë ka bërë? Çfarë ka bërë gjëra të gabuara, por shumë ka qenë tentativa për armët kimike, që ka pasur një lloj marrëveshjesh të rrethë qeveria mbrapsht. Po dhe bëri marrëveshje me Meloni, nga krau tjetër për të bërë kampin. Tani, a nuk është gabimi kryeministit që ka vënë 40 vendes kryeministra të akuzuar nga SPAK gjithashtu të pandehur? Po ju keni kryetar partie. Belinda Balluku dhe Arben Ahmeta. Ju e keni kryetar partie. Ku e ke kryetar partie? Sali Berishën, që shkon në detyrim paraqitjen e SPAK. Po. Është për një akuza që është edhe Erjan Veliaj, edhe Belinda Balluku që kompleksin partizani nëse nuk keni djeni. Po, po. Ja ca shumë akuza ka. Po, vetëm bërish kompleksin partizani. Është çik në grada pa dashje nga. Ku keni magjistarin tuaj të ishte në gradë? Pra, Sali Berisha nuk është akuzuar për 50 milionë euro, pra nuk bërë Sali Berisha këtu, por me qenë se nxorët e Sali Berisha, po flasim duke përmendur edhe problemet e qeverisë. Nuk është akuzuar për 50 milionë euro në tunelin Llogaras, nuk është akuzuar për rrugën qafë ploç Librazh, nuk është akuzuar për të gjitha aferat korruptive dhe nuk ka pasur Sali Berisha dhe Partia Demokratike asnjë ministër dhe zëvendës kryeministër të burgosur. Ku keni gjyqtarët edhe prokurorët? Jo, gjyqtarët dhe prokurorët nuk i kanë partitë politike, nëse nuk e di sistemi i drejtësisë është i pavarur. Okej, po flasim tani. Sa ta ndalu te gabimi që ti e mendon dhe kritika që kemë marrë. Ju lutem, e përfunduam kohën. Desa? Tani, gabime patjetër që kemi si parti, se ndoshta këto gabime na kanë mbajtur edhe në opozit, po të kishim vepruar më mirë dhe po të kishim frymzuar më shumë njerëzit, popullin, mund të ishim në pushtet, por patjetër nuk do të thënë që është vetëm ky faj i opozitës, sepse mekanizmat që ka përdorur pushteti nuk e kanë lejuar këtë gjë. Ne kemi fajin gjithmonë. Një gabim dhe diçka që partia Ne fajtor sa ty ikën trin vi nga ne. Ne jemi fajtor për të gjitha. Diçka që partia ju shumë i për mos ta pranoj këtë gjë. Dhe ai di se fajin e ka Saliu. Fajin e ka Saliu. Gjithë të rinin nga vendi. Si mund të thosh s'ka asgjë gabim që jemi 4 të rinj, më shqetëson që jemi 4 të rinj. Absurde the për trafikun, tani janë të tik rinia, ti thu trafiku. Unë jam shumë e shqetësuar dhe them drejtën vjen shumë keq dhe ndihem shumë e keqardhur për faktin që ti ke guximin dhe ke kurajën që dalësh këtu para nesh dhe para gjithë publiku që po të ndjek dhe të thuash se Edi Rama është i pagabueshëm. Jo, nuk po ka pramin. Shiko, unë prami mund ta kap në çdo moment dhe në çdo vend. Kemi publikun, profesori Nin, profesor publikun. Tash po tepër Partinë Demokratike. Unë kam dalë për përfaqësuar Nin, por po na ndjek një publik dhe ne kemi të drejtë. Ne kemi të drejtë që të japim shpjegim atyre dhe mendoj që sinqerisht nuk e di se si e ke këtë guxim dhe nuk e di se a do të vinë ndonjëherë turp kur fëmijët e tu të shikojnë se si ti ke vepruar. Jo, më vjen shumë keq sepse ne nuk do jemi gjithmonë 20 vjeçar. Ne nuk do jemi gjithmonë 20 vjeçar dhe ne kur të rritemi dhe të jemi në pozicione të ndryshme, në punë të ndryshme, në gjitha jetën tonë që ne do të kemi ndërtuar dhe fëmijët tanë të shikojnë se si ne kemi mbrojtur njerëz të cilët na kanë larguar rinin nga ky vend, njerëz të cilët nuk kanë bërë asgjë për arsimin, se si mbrojnë pa dinjitet njerëz të cilët e kanë shkatruar vendin, kanë larguar rinin shqiptare, nuk kanë bërë asgjë për arsimin, për ekonominë. Këto ligjet apo flisni kështu? I shikoj ligjet dhe të gjitha. Dhe nuk e kuptoj me çfarë guximi delti këtu para dhe mbrojnë ata. Kjo është të tushme, të paktën thuaj, të paktën pranoje, thuaj janë gabim dhe mund të përmirësohemi, por jo të thuash që është e pagabueshme. Kush thash është pagabueshme? Kur thash? Ti the për Ramën. Ti the. Thash nuk e vlerësoj dot unë çka gabimë nuk e si kryeminist, po për që gabon. Ta vlerësosh. Ti s'ke guxim sepse tjetër mendon dhe tjetër shprehësh. Dhe kjo është pra demokracia që ne duhet të kemi, që ne si të rinj, sepse në momentin që partia që të ka vendosur ty në atë pozicion, të ka marrë dinjitetin, në momentin që ti nuk ke guximin të flasësh për gabimet që ka partia juaj. Pozicion që jeni ju. Dakor? Me që të dalim tani te tema. Problemet që ka Partia Demokratike. Ti bëre disa akuza gjergje dhe sigurisht ai do t'i japë një përgjigje. Po dakor, përgjigju. Përgjigju. E para njëherë mos deformo fjalët që them unë.
Jo, e deformova. Sepse ti nuk deformova asnjë fjalë që ju thatë. Unë të pyeta, ka Edi Rama ndonjë gabim dhe ju më thatë mund të kenë ndonjë gabim, por nuk e di. Se vlerësoni dot ju. Po, nuk e kam takën nuk do të vlerësoj. Nuk vlerësoj dot. Nuk jam. Unë prandaj jam sekretari i shkretit. Ti isha për ministër, do isha pak më. Unë prandaj jam. Ti vlerësoj si një jurist. Profesori Berisha i